Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. 79 vota pro, 1 abstenim, 0 kundër, projekt rezoluta miratohet. Kuvendi i Shqipërisë miratoi rezolutën që shpall Republikën Islamike të Iranit si shtet sponsor të terrorizmit dhe si shtet që përdor mjete terroriste në ndjekje të objektivave të tij të politikës së jashtme. Përmes kësaj rezolute, kuvendi kërkon qeverisë të shpallë organizata terroriste Hezbollah dhe Gardën Revolucionare të Iranit, dy prej organizatave më famkeqe të regjimit iranian. Rezoluta dënon sulmet kibernetike të Iranit kundrejt institucioneve të Shqipërisë, ku i fundit ishte ai ndaj kuvendit do bë thirrje vendeve të tjera demokratike dhe organizatave ndërkombëtare që të shqyrtojnë masa të koordinuara kundër terrorizmit, të sponsorizuara nga shtetet dhe të forcojnë bashkëpunimin ndërkombëtar në luftën kundër këtyre kërcenimeve. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla deklaroi se miratimi i rezolutës lidhet me çështje më të rëndësishme të sigurisë kombëtare dhe të rendit global, luftën kundër terrorizmit dhe përgjegjësinë e shteteve që e mbështesin ose e tolerojnë atë. Sipas Ballës, lufta kundër terrorizmit nuk është thjesht një çështje sigurie, por është një betejë për mbrojtjen e demokracisë, për mbrojtjen e shtetit të së drejtës dhe ruajtjen e paqes dhe të stabilitetit ndërkombëtar. Sulmi i rënd i vitit 2022 ndaj institucioneve të Republikës së Shqipërisë ishte një nga episodet më serioze të agresionit kibernetik ndaj një vendi sovran. Ai synoi të paralizonte shërbimet tona publike, të dëmtonte funksionalitetin e institucioneve dhe të cënonte besimin e qytetarëve në shtetin e vet. Dhe vetëm pak ditë më parë përsëri Kuvendi i Shqipërisë ishte shinjestra e një sulmi të ri kibernetik. Kreu i grupit parlamentar të mazhorancës shtoi se si antar i NATO-s dhe si vend kandidat për antar të Bashkimit Evropian, Shqipëria ka jo vetëm të drejtën, por të detyrimin të kontribuojë në sigurinë kolektive të aleancës dhe të komunitetit ndërkombëtar. Shqipëria ka qenë dhe mbetet një vend shumë i qartë dhe i palëkundur në këtë qëndrim të saj. Ne jemi një vend që ka zgjedhur qartësisht anën e demokracive, anën e rendit ndërkombëtar të bazuar në rregulla dhe anën e bashkëpunimit ndërkombëtar kundër terrorizmit. Si antar i NATO-s dhe si vend kandidat për antar të Bashkimit Evropian, Shqipëria ka jo vetëm të drejtën, por edhe detyrimin të kontribuojë në sigurinë kolektive të aleancës dhe të komunitetit ndërkombëtar. Në seancë mungonin deputetët e Partisë Demokratike. Votave të shumicës ju bashkua vetëm deputeti i opozitës Erail Kapri. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Prishtina zyrtare shpreh rezerva për editorialin e përbashkët të kryeministrit Edi Rama me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Zëvendës kryeministrja dhe ministrja e drejtësisë Donika Gërvalla deklaroi se krijohet përshtypje se sa herë që Vučić gjendet nën presion nga Bashkimi Evropian, Rama del në mbështetje të tij. Unë mendoj që qytetarët e Kosovës nuk kanë për t'ia falur atë artikull kryeministrit Edi Rama. Rruga nga Tirana nëpër Beograd çon nëpër Prishtinë edhe gjeografikisht, edhe ekonomikisht, edhe në çdo aspekt. Kështu se cili kryeministër apo president shqiptar që haron këtë, ta din që afatgjat ka për të bërë gabime të mëdha që kanë për të dëmtuar kombin ton më shumë, deklaroi zëvendës kryeministri e Kosovës. Ambasada amerikane në Prishtinë përshëndet marrëveshjen e arritur mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian lidhur me zbatimin e ligjit për të huajt. Një zëdhënës i ambasadës tha se ndryshimet që prekin komunitetin serb duhet të bëhen duke i konsultuar dhe duke marrë miratimin e tyre. Ne përgëzojmë angazhimin e palëve për këtë çështje me qëllim arritjen një zgjidhje të pranueshme për të gjithë, thuhet në përgjigjen e ambasadës. Qeveria e Kosovës u pajtua të ofrojë leje të përkohshme qëndrimi dhe të një letërnjoftime të lëshuara nga strukturat paralele për një periudhë 12 mujore. Partia Alternativa në Republikën e Maqedonisë së Veriut garanton se koalicioni vlen do të vijojë me procedurat e njësimit të një subjekti të vetëm politik. Paralajmërimi vjen nga nënkryetari i Alternativës Efan Elezi. Ai njoftoi mbledhjen e kuvendit të partisë me rreth 115 antar pjesëmarrës për të dhënë sugjerime se si duhet të ndodhë unifikimi në Vlen. Elezi tha se nuk do ta pengojnë në rrugën e Vlenit pasi ishin të parët që bën hapin për unifikim dhe se janë autorët e themelimit të koalicionit. Kemi bërë hapin e parë për unifikimin e Vlenit. Ne nuk pengojmë rrugën e Vlenit. Tek e fundit ndoshta mund të jemi ne autorët ose bashkautorët e themelimit të koalicionit Vlen në periudhën kur zoti Gashi ishte kryetar partie. Shtiu dorën me zotin Kasami, dy lider, pastaj u bashkangjit zoti Mexhiti, zoti Taravari e kështu me radhë. Domethënë punët që bëhen shpejt nuk është se edhe janë të mira. Rezultatet i shohim më vonë dhe kemi raste kur ka pasoja negative.
Bashkimi Demokratik për Integrim akuzon qeverinë se nuk ka asnjë ndërhyrje në tregun e karburanteve duke lejuar rritjen e ndjeshme të çmimeve të derivateve të naftës. Republika e Maqedonisë së Veriut aktualisht funksionon pa Ministritë e Ekonomisë funksionale, ndërkohë që pritet rritje e konsiderueshme e çmimeve të produkteve bazë, kostove të transportit dhe në përgjithësi shtrenjtimi i jetës për qytetarët, apelojnë nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Opozita shqiptare deklaroi se nëse nuk zbatohen urgjentisht masat e propozuara, çmimet në përgjithësi mund të rriten mbi 10% duke ndikuar buxhetet familjare. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.